Artere kryesore prish gjelbërimin. Kjo është arteria duke pret pemët. Po ti pret pemët. Do ti kam prish pemët ti. Kam skandal të presish pemët. Po ti je 100% që pret pemët. Po s'ke vajti. Ka vaj ata që kanë vëndi një ekstremist ati, një maskaradi. Po na pengon në zbatimin e detyrave tona. Ku do pengojun këtu? Po na pengon. Atje s'po pengoj, vazhdo ti. Aksioni i policisë bashkiake për të prishur parkimin e Tajvanit është shoqëruar me debate të ashpra mes drejtuesve të saj dhe administratorëve të lokalit. Sipas drejtuesve të policisë, rrethimi me pemë ishte bërë në pronë publike brenda parkut Rinia, ndërsa përfaqësuesit e lokalit pretenduan se kanë paguar për shfrytëzimin e kësaj sipërfaqeje dhe mbjelljen e pemëve. Me palma, me trotuar, me rrugë, me parke kemi bën betonuar ne, kemi paguar $1 milion, e ti vjen e prish këtë më falë. A vashti o vashti më falë. Ka me dordje që s'ka me dordje. Pas debatit, kreu i policisë bashkiake pohoi se do të ngrej padi penale për administratorët e lokalit për pengesë në punën e policisë. Pavarësisht debateve, aksioni për shembjen e rrethimit dhe zhveshjen e asfaltit ka vijuar, ndërsa kreu i policisë bashkiake ka paralajmëruar se lokali rrezikon të shembet edhe kati i dytë, sipas tij ndërtuar pa leje. Ne po ushtrojmë në një kontroll dhe mbi sipërfaqen e ndërtimit tu dhe kemi evidencuar një sër shkeljes. Shihet shumë qartë që kati i fundit është 2 kate, kur faktikisht në lejen e ndërtimit pjesët anësore janë 1 kace. Dhe ky subjekt po vazhdojmë, kemi ditë domethënë që po vazhdojmë kontrollet dhe në mënyrë të vazhdueshme na kanë refuzuar dhënien e dokumentacionit. Dhe dokumentacioni që kemi marrë nga zyra e regjistrimit të pasurive e përcakton qartë që kjo pronë është uzurpuar në mënyrë të paligjshme. Në lokal, përveç policisë bashkiake, kanë ushtruar kontroll edhe inspektorët atimor. Sipas drejtuesve të policisë, aksioni për hapjen e hapësirave të gjelbërta në qytet do të vijojë.